Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar pezullimin e përkohshëm të operacionit të njohur si Projekti Liria. Trump theksoi se ky hap është ndërmarrë edhe pas kërkesave nga Pakistani dhe vende të tjera, ndërsa shtoi se pavarësisht pezullimit të operacionit, bllokada ndaj Iranit do të vijojë të mbetet në fuqi. Bazuar në kërkesën e Pakistanit dhe vendeve të tjera, suksesin e madh ushtarak që kemi patur gjatë fushatës kundër Iranit dhe faktin që është bërë progres i madh drejt një marrëveshjeje të plotë dhe përfundimtare me përfaqësuesit e Iranit, kemi rënë dakord që ndërsa bllokada do të mbetet në fuqi, Projekti Liria, lëvizja anijeve në ngushticën e Hormuzit, do të pezullohet për një periudhë të shkurtër për të parë nëse marrëveshja mund të finalizohet dhe të nënshkruhet. Sipas presidentit amerikan, qëllimi i këtij vendimi është të krijohet hapësirë për finalizimin dhe nënshkrimin e një marrëveshjeje të plotë dhe përfundimtare. Nga ana tjetër, mediat shtetërore iraniane e cilësojnë këtë veprim si një fitore, duke thënë se Trump është tërhequr dhe akuzojnë presidentin se po përpiqet të mbulojë dështimin e operacionit të tij. Projekti Liria kishte për qëllim lirimin e anijeve tregtare në Gjirin Persik, ku sipas Pentagonit, rreth 22.500 marinar në 1.550 anije janë të bllokuar. Ky zhvillim është reflektuar në tregje ku sipas Reuters, çmimet e naftës kanë shënuar rënje për të dytën ditë radhazi, të ndikuar nga optimizmi për një marrëveshje të mundshme paqeje mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Sipas raportimeve, nafta Brent ra me 1.5 deri në 1.7%, duke zbritur në nivelin e $108 për fuqi, konkretisht rreth $108, ndërsa nafta amerikane pësoi rënje drejt kufirit të $100 për fuqi.